Në ambientet historike të Çifte Hamamit në Shkup, u mbajt ceremonia solemne e hapjes së Institutit për Zhvillim Ekonomik dhe Politik, të themeluar nga profesori i njohur dhe juristi Bashkim Selmani. Ngjarja mblodhi personalitete akademike, kontribues të shquar dhe studentë diplomuar, duke shënuar këtë hap si një moment të rëndësishëm për krijimin e një platforme të rimendimi dhe bashkëpunimi në fushën ekonomike dhe politike. Demokracia mbat në vete mundësinë e tiranisë së shumicës për të drejtat publike dhe liritë të përgjithshme ekonomike mbeten të kufizuara, të diskriminuara, aq sa ne i mbrojmë ato. Shikuar në këtë prizëm, konceptin e lirisë së vërtet në RMV mund të analizojmë përmes zgjedhjeve dhe kushteve të ekzistencës së sistemit të demokracisë. Ajo që thuhet më radhë është se idetë e gabuara e jetësimit të drejtave ekonomike kombëtare, pa element bashkëbarazie, bashkëfiksalizimi, bashkëbarazie kushtetuese, që janë elemente bazë për jetën e qytetarit, nuk mund të kemi demokraci funksionale. Aty ku nuk ka demokraci funksionale, duhet të vinë në shprehje vlerat shkencore. Inteligjenca kombëtare dhe atë dashuria që kësaj radhe dhe kësaj kategorie nuk ndëgjon. Pasojat janë më të mëdha deri atë në varfëri dhe shpopullim. Shikuar në këtë prizmë, nëse njerëzit e ditur dhe të përgatitur profesionalisht nuk vinë në shprehje, atëherë demokracia dhe kombi nuk ka nevojë për armiqë. Ndërsa aktorët që luajnë rolin e të pabarabartëve, në mesin e të pabarabartëve, përhumbet aftësia e merituar të mirave publike dhe zëvendësohen me barazi aritmetike, drejtësia mbetet një koncept abstrakt. Nëse nuk trupëzohet në ligje të barabarta për të gjitha pozitat institucionale dhe për qytetarët ekselent të dijes, të shkencës, që duhet të jetë të shërbim të së mirës së përgjithshme publike. Duke bazuar në rrethanat e përmendura, Instituti për Zhvillim Ekonomik dhe Politik ka për objekt studimi ngritjen e zërit të dijes, të unitetit të të gjithëve që duan të ofrojnë më të shenjtë njerëzore, siç është dija apo shpirtërorja, duke filluar nga besësia deri te të gjitha profesionet përkatëse. Në këtë institut do të kenë mundësinë të gjithë intelektualët dhe qytetarët të shprehen pikpamjet e tyre nëpërmjet studimeve të tyre, kumtesave, punimeve shkencore, avancimeve për inovacione dhe vizionin individual për të jetësuar në një të vetëm me karakter publik interes kombëtar. Të mbajnë përgjegjësi dhe shufishojnë paranë publik në interesin e qytetarëve në aspektin ekonomik, ndërsa në aspektin juridik parashtrohet pyetja pse në shërben paraja. Ne në gjithësi themi se paraja duhet gjykuar. Fatkeqësisht, paratë në Maqedoni flas për para publike, të gjithë botën kanë qarkullime të diashme, ndërsa në Maqedoni ka një drejtim të njëjashëm, paratë dalin jashtë, qytetarët bashkërohen. Të mbajnë përgjegjësi dhe shumëfishojnë paranë publike në interesin e qytetarit dhe këto do të jetë pjesa më bazike që ne do përkujdesemi me shumë hollësi për zhvillimin dhe forcimin e demokracisë dhe mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Me bashkëpunim dhe tolerancë pozitive, mes vete mund gjejmë shpëtimin e atij ku është zemra për të drejta, ku luftohet për dinjitet e jo për vende kush deli parë apo i di. Të drejtat i fiton ai që nuk dorëzohet me durim, me guxim, me zemër, çdo ditë, çdo vit, çdo çast, sikur sportisti që rrin në një ligë. Por ne sot është pikëlisja e lirimit nga varfëria dhe kriga. Elementi bazik që është Maqedoni është kriga.
për të drejtat tonë, të veprojnë me zgjuarsi, butësi, edhe pse koha apo bota aktuale nuk është e tillë. Kombi ka nevojë për, kombi nuk ka nevojë për të pasur, por ata që do të japin dituri e dinjitet në këtë institut të gjejnë vendin dhe ngrohtësinë shkencore studiuesit për dinjitet, liri funksionale dhe gjithë ata që janë të tillë për të motivuar të rinj do të jenë më afër shqetësimeve të tyre dhe të prevenojnë për zbutjen e shkaqeve të dëmturimit dhe ikjes e shpopullimit. Ky institut hap mundësi për të gjithë ata adetar e intelektual të gjitha grup moshave të cilët duan të japin kontribut profesional dhe shkencor për interesin qytetar. Historia na ka mësuar se të drejtat ekonomike dhe ato politike jo gjithmonë kanë qenë në favor të interesit qytetar. Nga e kaluara kemi mësuar se shoqëria çdo herë ka nevojë për mënyra të reja të menduarit dhe trajtimit të problemeve e të gjetjes së zgjidhjeve. Në kohët e sodit qytetarët kanë probleme ekonomike dhe si pasojë e kësaj vjen deri tek ikja masovike e rinisë. Kemi prindër të lodhur, qytetarë të pakënaqur. Kemi njerëz që janë mbi ligjet dhe pikërisht kjo sjell deri tek padrejtësia e madhe institucionale. Në varfëri rregullat nuk vlen më. Intelektualizmi dhe dija mbeten abstrakt luksi, ndërsa devijimi e krimi jetojnë në paqe të turpullt. Identitet mbetet vetëm paraja, e kur mungon paraja, nënshtrimi mbizotron, ku jeta dhe vdekja duke njësoj përmes duhive që nuk ka stin që i ndalon. Këto dhe shumë faktor tjerë kanë qenë motiv për themelimin e këtij instituti shkencor, që së bashku me studiues aktual e të rinj të bëhemi arsyeja që dikush të besojë në këtë këmbë dhe shkencë, përsëri në mirësi, tolerancë dhe bashkëpunim në mesveti, për të arritur të drejtat tona si studiues, profesionist e njerëz të mirë, ku të parët tanë na lanë çdo arsye për të qenë të tillë. Procesi i transformimit të ekonomisë në vendin tonë u shoqërua me disa tipare të veçanta, ku shqiptarët mbetën jashtë kapitalit shtetëror. Kjo situatë e rëndë ekonomike është edhe sfidë për çdo biznes të ri që ka një tendencë zhvillimi, që duhet të përballen një krizë ekonomike dhe me shumë vështirësi. Konkurrenca që është aktuale në treg është edhe shumë e ashpër dhe midis se cilën po lëviz është me një shpejtësi maramëndse. Prandaj çdo ditë më shumë është evidente fakti që duhet të ketë sa më shumë efektshmëri drejtimi i bizneseve dhe ofrimi një strategji afatmesme që të zhvillohet edhe biznesi i vogël dhe ai i mesëm. Prandaj ky institut ka si qëllim disa objektiva, siç është zhvillimi institucional, forcimi i bashkëpunimit ndërmjet biznesit kombëtar dhe ndërkombëtar, përmirësimi i shumë kuadrove ligjore dhe fiskale, përmirësimi i drejtimit operacional të vogël dhe të mesëm, përmirësimi i sistemit kreditues, mbështetja e zhvillimit që të kemi një farë ekuilibri sektorial dhe rajonal agrobiznesi, dhe dy nga më kryesorët janë rajonet e pazhvilluara dhe si dhe promovimi i këtyre bizneseve të reja në vendin tonë. Prandaj të gjithë ne që duam të japim diçka nga vetja jonë, edhe në këtë mënyrë të ngrimë edhe një lloj digniteti qytetar, e bëm këtë nëpërmjet hulumtimit, studimit, që ti kapi një farë rëndësie etiologjisë së kufizimit të drejtave ekonomike dhe politike. Prandaj, si një zë i vetëm shkencor në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, duam që në mënyrë të barabartë të jetësojmë këtë institut në praktikën tonë. Pasi Amra edhe Elsa u munduan të përshkruajnë institutin në disa fjalë, unë po ju paraqes disa nga qëllimet edhe detyret tona. Pikë së pari kemi ndërtimin e një mjedisi profesional për zhvillim ekonomik dhe biznesor, rritje dhe motivim për bizneset të reja si dhe mbrojtje e përballimit të asaj të vitit të parë dhe të tretë të ekzistencës dhe mbijetese në zhvillim. Rritja e ndërgjegjësimit dhe themeluesit, menaxherët dhe ndërmarrësit për nevojën e sigurimit të mbështetjes profesionale në zhvillim për përmirësimin e biznesit të tyre dhe rreziqet për motivim zhvillim ekonomik. Zhvillimi dhe forcimi i tregut në Republikën e Maqedonisë së Veriut me tregjet e huaja. Përmirësimi i kushteve të punës për qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Rritje e konkurrencës vendore për përmirësim ndaj qytetarëve. Rritjeve të dijes dhe shërbimit për ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme
për nevojën të kujdesen klientët e tyre, punonjësit dhe komunitetin më të gjerë dhe gjendjen e tyre. Gjendjen e përgjithshme socioekonomike të vendit si dhe kujdesi ndaj konsumatorit. Zhvillimi dhe ngritja e ndërgjegjes politike të qytetarëve si dhe të drejtat e tyre, aty ku cënohen apo u shkelen. Avancimi i demokracisë së shoqërisë dhe respektimi të drejtave dhe detyrave të njeriut në vend. Zhvillimi i kulturës politike ndaj proceseve ekologjike në vend. Prandaj, këto objektiva paraqesin jo vetëm plan zhvillimi ekonomik dhe politik, por është edhe një vizion për shoqëri më të drejtë, më konkurruese dhe më të ndërgjegjshme për të ardhmen e tyre. Respekt për nismën e formimit të shoqatës DPD, drejtësi, paqe dhe demokraci në vendin tonë të përbashkët Maqedonisë së Veriut. Respekt veçantë për profesorin Bashkim Selmani për angazhimin e madh për formimin e këtij instituti, i cili do të shërbejë për barabartësi dhe ekonomi të përbashkët. Gjithashtu do të shërbejë dhe institut ekonomik, institut edukativ. Po dhe unë si pjesëmarrës i themelimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po ashtu edhe në bordin e Ligës Qytetarë Shqiptare Amerikane, në primë të debuar dhe Shirley Clark, që ba miki jonë dhe zhodi. Po ashtu Shtetet e Bashkuara miki jonë dhe zhodi problemi në Greqi Maqedoni. Me këtë emër Maqedonia e Veriut meritoi. Me këtë emër meriton falënderim. Për mua është një gëzim më i madh. Për arsye, miku i si vëlla më i madh do vëni me emrin Maqedonia e Veriut dhe ashtu u vendos. Para se të vi këndej në vendin e pati një takim për 5 orësh në porositi kur të mbërri në Shkup, përshëndetje Maqedonia e Veriut dhe Shkupit. Data 29 shtator 2025 për mua do të jetë një datë historike. Duke ditur performancën, kredibilitetin, historikun dhe pasionin për dije dhe shkencë e profesionalizëm të profesorit Bashkim Selmani, kjo pra do të lejë gjurmë në historiografinë time, po besoj që në vënd dështë ato të vrejnë që kjo ka qenë edhe për juve një datë të tillë. Isha në ditët e fundit në një konferencë ndërkombëtare për Ballkanin Perëndimor dhe Moldavinë, e cila mbajt në Universitetin Aristotel të Selanikut. Ishte kënaqësi të bashkëpunoja edhe me pjesëtarë të universiteteve nga Maqedonia e Veriut edhe universiteteve të ndryshme evropiane. Ato kishte edhe përfaqësues të Komisionit Evropian, Këshillit të Evropës, rektorë të ndryshëm të universiteteve të ndryshme, po sa mora lajmin që profesori ka një promovim, respektisht të një themelim të këtij instituti me zispresja të viktur të shkëlqyeshëm në këtë. Zërat e të rinjeve akademik, për krah përvojës së profesorëve dhe kontribuesve të fushës, dha një mesazh të qartë se zhvillimi ekonomik dhe politik është i lidhur ngushtë me dijen, bashkëpunimin dhe vizionin e përbashkët. Instituti për Zhvillim Ekonomik dhe Politik përmes këtij aktiviteti dëshmoi rolin e tij si urlidhse mes gjeneratave dhe ideve, duke vendosur akademinë në qendër të zhvillimit shoqëror.